Aurela Hoxha është bërë pjesë e javës së modës dhe ka qenë prezente në çdo parti të mundshme. Bukuroshja nuk humbi rastin të shkrepte edhe një foto me Stefano Gabanën. Kujtojmë se këta të dy kanë bashkëpunuar edhe në biznes. Bravo Aurela! Armina Mevlani nuk mund të mungonte në Fashion Week në Milano. Blogerja ka qenë pjesë e disa sfilatave të emrave të njohur si Versace, Ferragamo e të tjerë. Ndër të tjera ranë shumë në sy veshjet e Arminës. Me siguri shumë pajisa janë bërë pafund ziliqare. Castro Zizou ka ironizuar qeverinë me këtë foto që postoi në Instagram. Ai thotë se Ripi të shpëton jetën, por nuk vonon të shkruajë se në Shqipëri vendosja e Ripit ka dalë vetëm për të rrjepur shqiptarët nga legët pasi në trafikun e Tiranës nuk ecet më shumë se sa 30 km/h. Çfarë deklarate rënd? Rozana Radi ka lajmëruar përmes Instagramit se shumë shpejt do të publikojë një këngë të re. Ai shkroi mos këndo pa arsye dhe i bëri hashtag. Të jetë ky një mesazh për artistët e ditëve të sotme? Ai thot, sepse unë këndoj për një mesazh, një problem shoqëror ose një dhimbje, si thoni ju.